Vetëm 2 minuta nga qendra e Tiranës. Me këtë slogan, kompania AMZO SHPK promovon projektin e saj Mara Palac, një ndërtesë 16 kaqe me 3 kate parkimi nën toksor në zonën e shkollës së Kuqe, shumë pranë qendrës së kryeqytetit. Më 26 shtator 2025, Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore në drejtimin e ministrit Blendi Gonxha miratoi raportin e vlerësimit të potencialit arkeologjik për projektin, duke hapur rrugën për miratimin e tij nga Këshilli Kombëtar i Territorit, që drejtohet nga kryeministri Edi Rama. Sipas Bërdiun Spikal, kompania AMZO është themeluar në vitin 2023 dhe zotërohet nga Rej Gjakolli dhe Orge Çunge, djali dhe dhëndri kryebashkiaku të Pogradecit Ilir Xhangolli. Ky fundit ka qenë më parë deputet socialist dhe prej vitit 2019 drejton Bashkinë e Qytetit Liqenor. Rej Gjakolli, pas përvojës në Agjencinë e Blerjes së Përshëndruar dhe më pas në Alp Gaz, ka krijuar disa biznese private që përfshin shërbime doganore, barkave dhe import-eksport mallësh. Në vitin 2023 ai bashkëthemeloi kompaninë e ndërtimit AMZO, që tashmë po ndërton Mara Palac. Në shkurt të vitit 2025, e njëjta kompani rezulton se kishte aplikuar dhe për projektin Tarancet e Farkës në Tiranë, që sipas praktikave të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, në shumë gjasa është miratuar, dhe pse vendimi ende nuk është publikuar. Kështu pas tenderave duket se familja Gjakolli po shtrihet fuqishëm dhe në fushën e ndërtimit me projekte luksoze që marrin driznë jeshile nga institucionet kryesore të qeverisë.